Vdekja e papritur e Shpat Kasapit, mediat italiane e erdhi për trajtimin e djalit. Këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi u nda nga jeta këtë të mërkurë në moshën 40 vjeç pas një arresti kardiak. Artisti ndodhej në Itali së bashku me familjen, ku kishte udhëtuar për një vizitë mjekësore për të birin. Ngjarja e rëndë ka tronditur publikun shqiptar dhe botën e artit. Lajmi i vdekjes së tij është pasqyruar gjërësisht edhe në mediat italiane. TG.com 24 shkruan: këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi vdes në moshën 40 vjeç, ish gruaja e tij më ike në krahët e mi. Ndërsa Lego dhe Corriere Adriatico raportojnë, Shpat Kasapi vdiq papritur në moshën 40 vjeç. Këngëtari shqiptar ishte me ish gruan e tij në Itali. Më ike në krahët e mi, duke e lënë djalin ton jetim, shkruan ajo. Shpat Kasapi, lindur në 1 maj 1985 në Tetov dhe me origjinë dibrane, u rit në një familje me tradita muzikore. Ai u bë i njohur në fillim të viteve 2000, duke u kthyer shpejt në një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare. Hitet e tij, AMDO, Valle Kosovare, Dashni Palimit dhe Aroma e saj mbeten ende të pëlqyera nga publiku. Gjatë karrierës, Shpati mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe solli bashkëpunime që forcuan prezencën e tij në muzikë. Edhe vitet e fundit ai vazhdoi të ishte aktiv, duke ruajtur popularitetin dhe lidhjet me fansat që e donin shumë.